Arber Hajdari ka qenë opinionist në të 4 edicionet e Big Brother VIP. Por nuk ka ndodhur e njëjta gjë sa i përket opinionistëve. Në Big Brother VIP 1 ishte opinioniste Balina Bodinaku, në Big Brother VIP 2 Shaklin Lekatari, në edicionin e 3 Orin Ebiaj dhe në të 4-tin Neda Balluku. Arbëri së fundmi ka qenë i ftuar në emisionin e pasdites në Tapu Channel Ftesë në 5, ku moderatorja Bieta Sulo e pyeti se cilën prej 4 opinionisteve do të zgjidhte ai. Mes Shaklin Lekatarit, Orin Ebiaj, Neda Balluku, Balina Bodinaku kë do të zgjidhje për herë, e pyeti Bieta Arbërin. Duhet të zgjedh vetëm një se kur janë 4 të paktën të më lësh të zgjedh 2, i tha Arbëri. Zdashke fare ti ndjeu i lirë me këtë është ngrënë më shumë muhabeti, i tha Bieta. Zhakun edhe Nedën, tha ai.